Fillon. Atëherë tani jemi në stilin e verës, kur temperaturat e larta gjithmonë shkaktojnë probleme në lëkurë. Ne jemi edhe në periudhën e plazhit, prandaj duhet shumë kujdes i veçantë, sidomos për ekspozimin në diell. Në mënyrë të veçantë duhen kujdes moshat e vogla, fëmijët e vegjël, por dhe moshat e mëdha. Gjithmonë të evitohet piku i diellit për këto mosha, pra rekomandohet ekspozimi para dite ose mbas dite, mbas orës 4:30. Dhe duke marrë masat të veçanta, duke përdorur masa mbrojtëse, kapele, syze dhe kremat fotombrojtës. Në këtë periudhë është vënë re gjithmonë shkimi rasteve të infeksioneve të lëkurës, të sëmundjeve alergjike, por gjithashtu duke mos lënë pas edhe sëmundjet tumorale të lëkurës. Në ekspozimi pa kriter në këtë periudhë gjithmonë rrit riskun për sëmundje tumorale, për melanomën, për kanceret e tjerë të lëkurës. Kështu që duhet një kujdes i veçantë në këtë periudhë. Flasim kryesisht në fakt për plazhin, por nga njëra anë duket sikur neglizhojmë dhe daljen nëpër qytet. Dhe vjet re që njerëzit të neglizhojnë të madje as kapelet e sigurisë problemi. Njerëz thonë, unë nuk dal në diell, nuk ekspozohem në diell, duke patur parasysh edhe lëvizjet që bëjnë gjatë ditës, edhe ato që huajnë ekspozim në diell. Prandaj sidomos për persona me risk, persona që vuajnë nga sëmundje tumorale, duhet patjetër kremi fotombrojtës dhe evitoj pra ekspozim në diell mbas orës 10:30. Okej.